Duhet ta dini ju njerëzit e këtuhit se në shqiptaria është punu nga dora huaj një shekull që njerëzit e thonë mos thojnë Bismillahirrahmanirrahim. Jo vetëm mos thojnë, po t'ju vene çudita është momentalisht kur kërkohet me thonë Bismillahirrahmanirrahim. Unë nuk tham se ato njerëzit janë 100% kësaj, po në mbrëmësitë e ative dhe në mbrëmësitë tona, edhe në rradhët e tona, na kemi njerëz që se dojnë Bismillahirrahmanirrahim. Kanë argumentu vetë ato që se dojnë, kanë thonë muë, Molla e Kupit i kanë thonë, po e dojmë këta, banaj shqip. Banaj të shqip ta dojmë në këta. Se si ta bojmë Bismillahin shqip, shqiptarë për e dojken ma mirë. Si t'ja bojmë namazin shqip, shqiptarë për falken ma shumë. Si t'ja bojmë qëtë duan e bukës shqip, po hajken ma shumë, zare. A kështu shkojnë punta? Po mirë marë vlau i dashur, o i respektuar. A që atit ka me të sinja? E njone ti thash pra të më falni. Thash po ti pra mos i përdojnë Bismillahirrahmanirrahim, shqip që të thu 3 fjali ka. Po bënë në ti shqip pra partija prosperitetit demokratik. Këto 3 fjallë këto s'janë shqip, hajtë bënë mi shqip ti du, këto as njonja s'janë shqip. Po ti elaborati sa shqip, referati sa shqip, koncentrati sa shqip, burgia sa shqip, dalta sa shqip, shtrafi sa shqip, burma sa shqip, shtrafsigeri sa shqip, motori sa shqip, karburatori sa shqip, diferenciali sa shqip, kasnofoni sa shqip, magnofoni sa shqip, gazeta sa shqip, injekcioni sa shqip, aspirini sa shqip, garamicini sa shqip, gentamicini sa shqip, penicilini sa shqip. Po pse me këto ti se ki as një problem, po me namazin e ki një problem. Ta bojnë shqiptën e të dush. Mas je, mas botës je mas dynjohës 1 milion kilometra. Je në gjumi batisun 1 milion kilometra nër tokë. Mas. Po Jusuf Islami e ka pranu Islamin shqip, apo? Nuk e ka pranu shqip, e ka pranu ndrishe. Rožea nuk e ka pranu Islamin frëngjisht, e ka pranu ndrishe. Hegeli, ka filozofi gjerman, ka vdek me një bez gjelbërt, në ta i shkruar emni Allah, qështu qishash levha para ti në gjami, ka thonë, para se ti del shpirti, dhemma këta në gjiks. Unës mu se më intereson tja ke mësu në shkollë këtë, shkolla jote s'ta ka paracit tje këta. Kjo është realitet për realiteteve. A i ka dek me emnin Allah në gjiks. Po nuk tha, bite i përzetën tja auf Deutsch. S'ka kësi pun në këtë botë për të menqurit, për të mrapameturit ka kësi pun, Deri se erdhi pune, do menduan se edhe ka regull shqip që shpijetui, ka regull shqip që shhat buka, ka regull shqip që shprejan thojta. Ta shtit edhe këtë do shfridzojnë do mene mykt, me thonë se po, kjo hoxha zati e kundra sa i shkran shqip. Këtu tekrar bëhet gabimi qëtër. Unë tash në kursin, cëllën gjuhë po flas këtu. Unë po i flas popullit tim në gjuhën e ati, se unë jam i gjuhës ati. Allahu në Kur'an ka thonë, o ti hoxha që je shqiptar, nëse shqiptarve shqip s'ju flet, se ke ba me Kur'an. A do një ajetin? Wa ma arselna min rasulin illa bilisani qaumi. S'ka për nga merë ka thonë zoti që e kemi qu prej një kombit, me i fol ati kombit qetra që. S'ka ndonë kësi pun. Musa ju flet bëni Israelit një brisht. Isa ju flet bëni Israelit i brisht e prej Ibri dhe asht. Haruni ju flet njëzë i brisht a i Ibri asht. Zekeria ju flet i brisht a i Ibri asht. Muhammed Mustafa ju flet arabisht pse aja arab asht. Edhe Allahu Gjelle Gjelalu sjell ligjin general botnor për deri se atjet bota. Edhe thot ti o Muhammed je për gjithë popujt. Ti je për gjithë popujt. Turqive as ma pak as ma shumë se i arabve. Ti je i kejt njerëzve të cilët njerëz me vullnet kanë dëshirë me thonë la ilaha illallahu Muhammedur Rasulullah. Kur ti s'po ke problem me receptin çfarë gjuash, asnjëherë, veç po të intereson më ushëru, atë ban ilaçi hajra as ban çajo po të intereson. Ata ka gjetë doktori as ta ka gjetë çajo po të intereson. Po asnjëherë s'po thot doktorit ti, çka ke këtu? Kjo, paracetamol. Shka i ven kjo shqip? E paracetamol i ven shqip dal turke. Qështu i ven shqip pra? I ven shqip dal bëllice i ven, urdo.
paracetamol i ven shqip shërim ilaç me të cilin ti inshallah shërohesh. Çështo i ven shqip? Paracetamol i vjen shqip ilaçi i cili është përballë me smundjen që ke. Çështo i ven shqip? Ata pas ka gjetë doktori, mirë pra. Neve s'na intereson, neve na intereson, duhet me t'interesu tije. E kam gjetë ku jeti i smuar, ata kam gjetun ti e smundjen edhe ata kam afru ilaçin. Kjo duhet me t'interesu. Tashti unë ti kam gjetë smundjet. Ti kam gjetë smundjet. Njeni